Selver Maçkaj është i vrarë në vend. 2 shtëpiat janë ndjek edhe kunata e paralizune. Quhem Gjyhere Veza i Maçkaj, jam e lindur në fshatin Muradin, komunës Prizrenit. Po Selveri kohë mas kohe është shkoni për ndjekun prej policisë serbe. Ndoshta dhe ja ka një edhe zemra, tha ndoshta të ta lë barrën për jetë, po unë e kum vendosur me shku. Veç se e di që i kum thonë edhe unë jam shqiptare. Po me atë fjalë, ai më tha që nëse nuk ki frikë ti, hajde shkojmë bashkë, unë jam edhe ma i knaqe, ma i lumtur. Edhe kemi vendosë me shku bashkë. Po fëmijët, a i menduar? Nesrit kemi shku, kemi fillu stërvitjet, i kemi bo bashkë për 5 javë ditë, por sot që e menojmë, ndoshta atëherë kemi menu sa gjakë u derë në Kosovë, vetëm të janë të lirë fëmijët e tonë. Unë prapë i kishe lënë fëmijët apo jo? Prapë e kisha bo, për atë dhej, prapë e kisha. Po të shkoj mendja ty se do të kthehet për me luftu? Atëherë më ka përqafu dhe më ka thënë nëse s'ki ti frikë, hajde se unë jam ma i lumtur se kur. Kamionin ku jemi konë na, jam konë unë e vetë mja femën, nuk mujmë kur, thëtë na, mi marë 2 prind në luft, e mi lonë 3 fëmijë jetima, kur jo. Edhe unë fillova me qajtë, thash një ushtare ma ti për gjithmonë nuk u konë keq për... Thash ti ja mendove që arma nuk po di me përdor, a dish? Ajo sërti ka qenë vetën aty? Edhe unë e pa shandër, vetëm që më tha, a i ki fjallë që mi ke dhanë. E boni me gjak të djalit, edhe normal e puth e plagën. Se përjetuan fëmijët humbjen e babait? Çdo fëmijë nuk e përjeton lehtë. E në këtë rast, ja kum kushtu vjerës, nanës Selverit.